Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton në Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt mua më ka emocionuar, do t'ju emocionon edhe juve. Janë fjalët e një nëne, është dhimbja e një nëne për realitetin e hidhur në të cilin ajo jeton. Sot po ta shkruaj këtë letër jo sepse pres që më në fund të më kuptosh. Do me thënë kjo letër i drejtohet burrit të saj. Gruaja ja drejton letrën burrit. Por sepse thot kam nevojë që për herë të parë, pas shumë vitesh, të dëgjoj zërin tim. Për 16 vjet kam jetuar me heshtjen, me frikën dhe me lotët që i kam fshirë fshehurazi dhe me buzëqeshjen e reme që ua kam treguar të tjerëve vetëm që askush të mos e kuptonte se çfarë po ndodhte brenda mureve të shtëpisë son. Kur u martova me ty, nuk të zgjodha sepse ti ishe i pasur, por as sepse ishe i përsosur. Të zgjodha sepse besoja se do të ndërtonim një familje të mbushur me dashuri, respekt dhe me qetësi. Mendoja se do t'ishim mbështetje për njëri tjetrin, në ditët e mira dhe në ditët e vështira. Besoja se fëmijët tanë do të rriteshin duke parë dy prindër që e respektojnë jashtëzakonisht njëri tjetrin. Por ëndrat e mia u shuan shumë shpejt. Pak e nga pak, fjalët e tua u bën më të rënda. Fillimisht ishin kritika, pastaj ofendime e më pas poshtërime. Çdo ditë më bëje të ndjesha sikur unë personalisht nuk bleja asgjë. Më binde se unë isha problemi, se nuk isha mjaftueshëm e mirë, mjaftueshëm e bukur dhe mjaftueshëm e zonja. Edhe unë fatkeqësisht, fillova t'i besoja ato fjalë. Nuk ishte vetëm dhimbja që mua ti më shkaktoje me fjalë. Ishte frika me të cilën unë zgjohesha çdo mëngjes duke e pyetur veten. Si do t'jetë sot? Çfarë do ta zemëroj sot atë? A do t'ketë paqe? Apo përsëri do t'ketë stuhim mes nesh? E di çfarë më dhëmb më shumë mua? Jo plagët që nuk shërohen, por ato që nuk i sheh askush. Plagët që mbeten në zemër, ato që të bëjnë të dyshosh te vetja, ato që të marrin buzëqeshjen, ato që të bëjnë të harrosh se kush në të vërtet ke qenë dikur. Shpesh më ke pyetur pse unë heshtja. Heshtja sepse unë kisha frikë. Heshtja sepse unë mendoja për fëmijët. Heshtja sepse besoja se një ditë ty do të ndryshoje. Çdo herë që më kërkoje falje, unë të besoja. Çdo premtimi yt më dukej si një fillim i ri, por ai fillim zgjaste vetëm pak, pastaj gjithçka kthehej si më parë. Ti ndoshta nuk e kuptove kurse nuk isha vetëm gruaja jote. Unë isha nëna e fëmijëve të tu, dhe çdo herë që më lëndoje mua,
lëndoje edhe ata. Dhe nëse nuk ishim në të njëjtën dhomë, ata e ndjenin tensionin, ata e dëgjonin heshtjen, ata e shikonin trishtimin në fytyrën time, ata më shikonin duke fshehur lotët dhe mendonin se kështu në të vërtetë është jeta. Sa net unë kam kaluar pa gjumë, duke u lutur që fëmijët të mos të zgjoheshin nga zhurmat. Sa herë kam shpikur justifikime që ata të mos të dinin të vërtetën. Sa herë kam buzëqeshur para tyre, ndërsa brenda vetes, realisht isha e coptuar. Unë nuk kërkova një jetë luksoze, nuk kërkova pasuri. Kërkova vetëm respekt, kërkova qetësi, kërkova vetëm të ndjesha e sigurt në shtëpinë time. Por shtëpia jonë u bë vendi ku ndihesha më pak e sigurt. E megjithatë, nuk të urej. Jo sepse harova atë që më bëre, por sepse urejtja do të më mbante të lidhur me dhimbje përgjithmonë. Unë dua të jem e lirë, dua të marr pak frymë, pa frikë. Dua të buzëqesh pa u ndjerë fajtore. Dua që fëmijët tanë të mësojnë se dashuria nuk ka nevojë për dhunë, nuk ka nevojë për britma dhe nuk ka nevojë për poshtërim. Nëse një ditë ta dëgjosh këtë letër, Armend, mos kërkoj justifikime. Mos thuaj se ishe i lodhur, mos thuaj se kishe probleme, mos thuaj se të provokova. Asnjë arsye nuk e justifikon dhunën. Asnjë fjalë nuk e fshin dhimbjen e 16 viteve. Kam humbur shumë nga vetja ime duke u përpjekur të shpëtoj familjen tonë. Kam sakrifikuar ëndrat e mia, dëshirat e mia dhe qetësinë time vetëm që fëmijët të kishin një çati mbi kokë. Por sot e kuptoj se një shtëpi nuk ndërtohet vetëm me mure. Ajo ndërtohet me respekt, me mirësi, me dashuri. Dhe kur këto mungojnë, muret nuk quhen më shtëpi. Unë nuk e di nëse do të pendohesh ndonjëherë, ndoshta po, ndoshta edhe jo. Por një gjë dua ta dish. Gruaja që dikur e shikoje si të dobët ka gjetur forcën që të ngrihet. Jo për akmarrje, por për jetën, për fëmijët edhe për veten. Sepse çdo njeri meriton të jetojë pa frikë. Çdo grua meriton të respektohet, çdo nën meriton të buzëqesh pa fshehur lotët. Dhe çdo fëmijë meriton të rritet duke parë dashurinë të vërtetë. Kjo letër nuk është fundi i historisë time, është fillimi i jetës sime të re. Një jetë ku nuk do të duhet më të kërkoj.